Ndërhyrja e policisë kufitare të Vlorës në bashkëpunim me autoritetet italiane ka parandaluar një tragjedi në det. Një gomone me klandestin lëshoi sinjalin SOS 9 kilometra larg rrugderdhjes së Vlorës, duke mobilizuar policin kufitare dhe duke shpëtuar personat që gjendeshin në bordin e gomones. Më shumë detaj do të na jap tani për këtë ngjarje kolegu ynë Edi Ruçi, të cilën e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Edi, të përshëndes. Atëherë fillimisht, cila është gjendja shëndetësore e klandestinëve dhe si u bë i mundur shpëtimi i tyre? Ju përshëndes. Fatmirësisht gjendja e klandestinëve është e mirë, janë pa lëndime, jashtë rrezikut për jetën, por konfirmohet fakti që mund të kishim në brigjet e Vlorës një tragjedi. Siç edhe ju e thatë, 11 klandestin me kombësi nga Haiti, Afganistani, Liberia, Pakistani, Bangladeshi, këto janë 5 kombësit që ishin të 11 klandestinët, rrezikonin që të mbyteshin në det. Ata gjendeshin në një mjet lundrues rreth 4 metra të gjatë me 2 motor me pak kuaj fuqi, i cili ishte 8 milje larg Grykderdhjes së Vjosës. Grykderdhja e Vjosës në njësinë administrative Novosel shpeshherë është përdorur edhe nga trafikantët për të ikur në drejtim të shteteve të Europës me gomone, por sigurisht shumë herë më të fuqishme se rasti në fjalë. Pikërisht Grykderdhja e lumit të Vjos, aty ku bashkohet me detin, lumi më i egër në Europë, është edhe piknisja e, le të themi, rrugës apo fillimi i rrugës së klandestinëve dhe emigrantëve të palishëm, të cilët edhe ky rast vërteton që ky fenomen vazhdon dhe është në Vlorë një rast flagrant i cili vërteton se kalimi i palishëm i kufirit të emigrantëve është një fenomen që nuk është ndalur. Kjo për shkak se në Grykderdhjen e Vjosës mund të kalohet në 2 mënyra, me emigrantët e palishëm të cilët vinë në Shqipëri, bien pre e grupit të trafikut dhe pas janë trafikantët ata të cilët shesin te këta të fundit mjete lundruese, siç është rasti në fjalë, apo edhe me trafikantë, por të cilët i dërgojnë këta të fundit në drejtim të shteteve si Italia, apo ku ata shkojnë apo kërkojnë të kalojnë në destinacione. Rasti sotëm është sinjalizuar nga vetë emigrantët, të cilët kanë lëshuar sinjalin SOS duke organizuar me njëherë policin kufitare në bashkëpunim me Guardia di Financën, e cila ka bërë të mundur shpëtimin e këtyre të fundit. Po Edi, ti edhe pak më herët edhe komsin e klandestinëve, por prej sa orësh ata po lundronin në det dhe njëherë cili ishte destinacioni finali i tyre, ku do shkonin ata? Mendohet që të jenë nisur në orët e para të mëngjesit nga Grykderdhja e Vjosës, duke shfrytëzuar errësirën, duke shfrytëzuar që kemi të bëjmë me një zonë e cila është sigurisht jashtë qytetit, e pa kontrolluar për shkak të territorit, të bimësisë pyjore që gjendet aty, por edhe le të themi largësisë që ka dhe nga vetë njësia administrative. Prej orëve të mëngjesit, rasti është konstatuar rreth orës 10:30 të mëngjesit të sotëm dhe mendohet që të kenë diku tek më tepër se 8 orë, nëse janë llogaritjet e sakta, pasi janë momentalisht emigrantët në komisariatin e policisë së Vlorës po japin dëshmi dhe presim detaje të reja në vazhdim. Kanë lëshuar sinjalin SOS disa herë, por është pikasur në momentet e fundit që ata rrezikonin vërtet mbytjen nga autoritetet në Vlorë, të cilët i kanë dhënë fatmirësisht ndihmën në kohë. Dua të theksoj edhe faktin që përgjatë kohës kur kemi qenë në Triport, në portin e peshkimit, aty ku ka mbërritur edhe mjeti lundrues, një gomone me 2 motor rreth 4 metra e gjatë, kemi pyetur sigurisht jashtë kamerës efektivët e policisë kufitare për të ditur për shtatshmërinë e këtij mjeti për të lundruar këta persona. Dhe na është thënë që mjeti është apostafat për të lundruar 4 persona në destinacione të afërta, siç mund të jetë Gadishulli i Karaburunit pas shpinës time, apo edhe pak më tutje Ishulli i Sazanit, por kursesi për 11 persona. 11 persona në bord madhor është një masë e madhe, të cilën këto mjete lundruese sigurisht nuk mund ta përballojnë. Dhe në fakt Edi, vendi ynë ka qenë gjithmonë rrugkalimi për emigrantët, kryesisht në rrugë toksore. Dhe këtë herë ata kanë mundur pra të sigurojnë dhe një gomone e cila, sikurse ti the, ishte përshtatshme vetëm për 4 persona, edhe pse në të ishin 11, po ku e kanë gjetur?
Për këtë pyetje ka dy pista të cilat pohetohen. Pista e parë është që të jenë futur me këmbë nga në Shqipëri, të kenë mbritur në Vlorë dhe aty të kenë rënë pjesë e grupeve të cilat të kryejnë trafikimin e qenieve njerëzore, por gjithashtu edhe kalimin e palishëm të kufirit, por shpeshherë merren sigurisht edhe me trafikim të lëndëve narkotike, të cilat i kalojnë në të njëjtën mënyrë. Ajo se çfarë nuk dihet ende dhe pritet të konfirmohet është fakti nëse emigrantët kanë britur në Vlorë dhe këto grupe i kanë vendosur në dispozicion një mjet lundrues, mjetin në fjalë, dhe në pas ata e kanë nisur vetë duke i dhënë edhe drejtimin e përkatës për të shkuar drejt Italisë, por nuk përjashtohet as pista që të ketë patur në brendësi të mjetit të lundrues edhe skafist, i cili kur ka parë dëmtimet e mjetit ose është hedhur në det dhe ka dalë me notë, ose mund ta ketë marrë një mjet tjetër lundrues dhe t'i ketë lënë emigrantët në det të hapur. Kjo është një pistë që pritet të vërtetohet nga dëshmitë e vetë emigrantëve, të cilët janë ata që do ta zbardhin rastin në fjalë, por të dyja pistat nuk përjashtohen. Me shumë mundësi, ajo që është për momentin mbizotrues është fakti që të kenë bler dhe të kenë paguar për mjetin në lundrues në Vlorë dhe në pas të jenë çuar deri në Grykderdhjen e Vjosës, ti e treguar destinacioni Italia, që është sigurisht nga ajo piknisje është në vijë ajrore të drejtë, dhe ti e thënë që të lundrojnë në atë mënyrë dhe më pas mjeti lundrues është, le të themi, është udhëhequr apo është drejtuar nga vetë emigrantët, të cilët në mes të detit kanë pësuar edhe defekt. Sigurisht është një skem kjo edhe e përfitimit të vlerave të mëdha monetare edhe për rastin e fjalë. E qartë, Edi Ruçi, falenderoj për gjitha detajet që na përsolle për ngjarjen e sotme në Vlorë, teksa është bërë mundur parandalimi një tragjedie në det, janë shpëtuar 11 klandestinë dhe kjo fal ndërhyrjes së policisë tonë kufitare në bashkëpunim me autoritetet italiane. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka zhvilluar një takim me homologun serb Marko Gjurić në një moment kur